Sot është dita 23 e luftës ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara dhe zhvillimet e fundit tregojnë se ky konflikt po hyn në një fazë edhe më të ndërlikuar. Në qendër të kësaj përplasje mbetet ngushtica e Hormuzit, një pikë kyçe për tregtinë globale të naftës, e cila vazhdon të jetë e bllokuar, duke ndikuar drejt për drejt në tregjet ndërkombëtare dhe çmimet e energjisë. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se nuk e mbështet një armëpushim të menjëhershëm, por ka përmendur edhe mundësinë e uljes së tensioneve. Ai gjithashtu ka kërkuar vendeve të NATO-s të angazhohen më shumë për sigurimin në ngushticën e Hormuzit. Ndërkohë, tensionet në terren po vazhdojnë. Gjatë natës, Irani lëshoi 2 raketa balistike drejt bazës amerikane në Diego Garcia. Edhe pse nuk pati dëme, ky veprim shihet si një sinjal për kapacitetet dhe gatishmërinë e Iranit për të zgjeruar rrezën e veprimit. Paralelisht me zhvillimet ushtarake, situata brenda Iranit mbetet thellësisht e tensionuar. Autoritetet e Shtetit Islamik kanë ekzekutuar publikisht 3 persona të arrestuar gjatë protestave të fundit, një veprim që ka tronditur opinionin ndërkombëtar dhe ka rikthyer në vëmendje mënyrën e ashpër të trajtimit të protestuesve. Në të njëjtën kohë, pasojat ekonomike janë tashmë të dukshme. Çmimet e naftës mbeten të larta krahasuar me periudhën para luftës, edhe pse kanë shënuar një rënje të lehtë ditëve të fundit. Përballë këtij presioni, Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë një hap të pazakontë, duke lehtësuar përkohësisht disa sanksione ndaj naftës iraniane në përpjekje për të stabilizuar tregun global. Ndërkohë, konflikti po merr përmasa më të gjera. Izraeli ka ndërmarrë sulme ndaj objektivave të Hezbollahut në Beirut, ndërsa sipas autoriteteve libaneze, numri i viktimave ka kaluar mbi 1000. Zhvillimet e fundit tregojnë një situatë që mbetet në ndryshim të vazhdueshëm me pasoja që shtrihen për të 2 vendeve. Për më shumë mbi zhvillimet e lindjes së mesme, ndjeq dhe Geopost.